Dhe kërcënimi i presidentes ka zgjatur 2 vjet. Prokurorie idiotësh, por çështja është që ata nuk janë thjesht idiot. Tani mund të jetë sekret shtetëror këtu në Kosovë, por nuk është sekret shtetëror për mua që edhe presidenti i Kosovës është kërcënuar. Dhe këtë gjë nuk e dini sepse nuk është thënë asnjëherë, po e them sot. Është kërcënuar sepse nuk ka lejuar që prokurorët të dhunonin zyrën e institucionit president Kosovës, se me demek do kërkonin edhe aty provat e krimeve kundër njerëzimit. Gjë që natyrisht do ta vendoste Kosovën në sytë e botës si një shtet ku deri në zyrën e presidentit gjenden prova për krime kundër njerëzimit. Dhe kërcënimi i presidentes ka zgjatur 2 vjet. Por për nderin e saj dhe për nderin e Kosovës, ajo e ka ndaluar një gjë të tillë. Tani sot jemi këtu, mund të themi fjalë sa të duam mes veti, mund të përdorim të gjithë qoshet e pasura të fjalorit gjuhës shqipe për të nxjerrë dufin legjitim ndaj një prokurorie idiotësh, por çështja është që ata nuk janë thjesht idiot. Ata janë instrumenta të një gjykate e cila është edhe më politike fatkeqësisht se sa gjykatat e Serbisë.